Katër putroshët janë bërë tashmë pjesë e pandare familjeve në qytetin e Korçës, të cilët janë kthyer në një pjesëtar mjaft të dashur. Qentë dhe macet, të konsideruar kafshë të shoqërimit, janë burimi më i mirë dhe i vazhdueshëm i kënaqësisë, argëtimit e çlodhjes. Nëse e kërkon një mik besnik në jetë, është pikërisht qeni ai që të jep këtë mirësi. E nëse e kërkon një mikesh që të jap ngrohtësi shpirtërore, ajo është macja. Por kujdesi që duhet të tregohet mbi këto kafshë normalisht që duhet të jetë maksimal nga ana e familjarëve. E kjo për shkak se edhe kafshët preken nga sëmundje të ndryshme dhe kërkojnë mjekime kurime ashtu si vetë njerëzit. Shembulli i një suksesi në këtë fushë është pikërisht Kristi Morava, korçari i cili jetën e tij ka kushtuar 4 putroshve. Prej 3 vitesh Kristi solli në qytetin e Korçës klinikën e tij veterinare, pas studimeve universitare dhe ato pas universitare në Milano të Italisë, ku mori eksperiencat më të vëera në këtë fushë. Këto 3 vite kanë qenë për të një sfidë e madhe në shërbimin të qenëve dhe maceve që kërkonin ndihmë mjekësore edhe në raste të vështira, por që ja ka dalë me sukses në shërimin e tyre. CNA TV në këtë reportazh sjell histori të ndryshme të kafshëve që kanë marrë ndihmë në këtë klinikë, po ashtu detaje nga jeta e mjekut veteriner dhe sfidat që ai përballet çdo ditë në punën e tij, si edhe këshilla shumë të rëndësishme sa i përket kujdesit që çdo familje duhet të ketë mbi kafshët e tyre të shoqërimit. E nisëm bisedën me Kristi Moravën në ambientet e klinikës, duke parë edhe kushtet mjaft të mira e komode që ka krijuar në mënyrë që kafshëve t'u jepet ngrohtësi, edhe pse kanë ndjesinë e frikës sa herë që i afrohen klinikës. Lidhja e Kristit me kafshët ka qenë që prej fëmijërisë, një lidhje e krijuar fal familjes së tij, të cilët kanë mbajtur gjithmonë kafshë në shtëpi, si edhe e gjyshit të tij, i cili në fshat ka mbajtur edhe kafshë të tjera krahas qenit dhe macës. Ai tregon se nuk e ka ditur kurrë që jeta e tij do të merrte këtë drejtim, e megjithatë ndihet mjaft i kënaqur që sot është një mjek veteriner që ofron për kafshët përkujdesje dhe shumë më tepër se kaq. Jam rritur në një familje që gjithmonë janë mbajtur kafshë, qenë, mace, që i vogël, kam qenë lidhur me to. Duke shkuar në studime, në gjimnas, u profilizova më shumë në këto lendet shkencore. Sot janë bërë dhe gjithë kemi në familje, por shumë kohë më përpara, askush nuk e dinte që do të vinte një moment që njerëzit për shkak të ngarkesave të larta, stresante në punë, në mjedis, në jetën e ditëve sotme, do të kishin nevojë për diçka ku mund të gjenin pak relaks, pak le të themi qetësim për trurin e tyre, dhe këtë do t'ja ofronte kafsha. Kështu që le të themi lidhja ka qenë e hershme, duke mos e ditur që sot do të ishim këtu ku jemi. Natyrisht lind pyetja se nëse do duhet të zgjidhte mes qenit dhe maces, cilin do të preferonte më shumë, Kristi edhe në bazë të lidhjes shpirtërore që ka ai me këto kafshë. Në këtë moment mjeku thotë se ai ka një lloj, por më pak dallim ai tregon edhe kafshën që është më shumë i lidhur. Edhe macja edhe qeni kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Qeni mbetet më besniku i familjarëve, macja ajo që të falë relakse e kënaqësi. Të dyja kafshët shumë të ndryshme sa i përket karakteristikave të sjelljes, por shumë të dashura për familjet korçare. Unë kam një lloj, ne dalim mjek të përgjithshëm për të gjitha kafshët, por me kalimin e kohës në studime dhe më pas në specializimin pas universitar ku unë kam kryer në Milano të Italisë, u përqendrova dhe u specializova vetëm në kafshët e shoqërimit, qenë dhe mace. Të dy të falin kënaqësi, të dy kanë ato karakteristikat e tyre, nuk e mohoj që qeni është, le të themi, gjithmonë është dhe do të ngelet më besniku, ai i cili do ta shikojë familjarin ose pronarin, do të themi në thonjza, me një shenjë mirëkuptimi, respekti dhe besnikërie. Nga ana tjetër kemi dhe macet, të cilat edhe ato janë me ato karakteristikat e tyre fenotipike, por dhe të sjelljes të falin shumë relaks dhe kënaqësi. Kristi tregon ndërkohë një fakt interesant duke nxjerrë në pa evolimin e kafshëve që ka marrë shumë edhe nga sjellja e njerëzit. Ai sa me kalimin e viteve në logjikën e saj mund ta mendoj që është njësoj me anëtarët e tjerë të familjes ku jeton. Të shumta janë rastet që kafshët kanë nevojë për ndihmë mjekësore, duke filluar që nga ato më të lehtat e duke vazhduar me rastet më të rënda, të cilët kalojnë në hospitalizim, duke qëndruar të shtruar ditë me radhë apo edhe me javë të tëra. Në klinikë sot, klinikat veterinare, si kundër dhe kjo ku unë punoj, e imja ose dhe shumë të tjerëve, janë gjithmonë në përmirësim e sipër, duke dashur që të ofrojmë një shërbim sa më maksimal kundër kafshëve shoqërimit, sepse sot ato konsiderojnë pjesë e familjes dhe madje edhe vetë kafsha ka evoluar duke marrë shumë nga karakteristikat dhe sjelljet e njerëzit.
deri aty sa ndoshta për disa vite do harroj që është kafshë dhe në logjikën e saj do filloj të konceptoj që është një lloj si ata pjesëtarët e tjerë të asaj shtëpie ku ai jeton. Kështu që le të themi shërbimet janë në nivelet më të larta, rastet këtu janë nga më të shumta, nga rastet më të thjeshta sikundër mund të jenë raste profilaktike, vaksinime, trajtime, mjekime plagësh, ndonjë viroz me barke të vjella, me koll ose me të shtitje, sepse ata vuajnë një lloj si ne. Mjeku veteriner sjell në kujtesë rastin e një këlyshe që u mbajt 14 ditë i shtruar duke treguar mjekimin e specializuar që i është bërë e duke arritur ta shpëtojë pas një lufte të madhe jo vetëm të klyshit, por edhe të vetë mjekut me sëmundjen. Kristi thot se ka mjekime pafund me një gamë të gjerë të sëmundjeve që prekin kafshët e shoqërimit, që kërkojnë normalisht edhe cilësinë më të madhe të shërbimit nga ana e tij. Ka qenë një këlysh një herë 2 muajsh që është mbajtur 14 ditë i shtruar, 11 ditë pa futur asnjë lloj ushqimi dhe as ujë në gojë, mbajtur me serume, me mjekime suportive, antibiotik, gjithçka që i duheshe dhe më pas në ditën e 13 kemi tentuar me shiringë dhe duhet ta shpëtonim normal si çdo qenie, por qenushi 2 mujor që e dhurati një vajzë të vogël e cila e donte me patjetër, sepse që e dhurat ditëlindje dhe ne duhet ta shpëtonim me se s'bënte. Gjithashtu ka raste kirurgjikale të cilat kërkojnë intervent, kërkojnë ndërhyrje të vështira, që edhe ndërhyrjet kirurgjikale në kafshë janë pothuajse në nivelin pothuajse, mos tregojmë për te logjikës me njerëzit, sepse duhet të ruash sterilitetin maksimal, të punosh me kujdes. Kemi pasur raste që kemi larguar këlysh ose kotele të ngordhura ose lindje të vështira që duhet kemi ndërhyrë në emergjencë, largimi tumoreve, ngecje të trupave të huaj në pjesën e ezofagut, po ashtu operime në sy, ku duhet të rregullojmë shpesh të qendrësh i problem me gjendrën e lotit, të palpebrës së tretë e cila del, dhe le të themi që është një operacion shumë i vështirë ku ti qëndron 2 orë mbi kafshën duke operuar. Largimi për shembull i gjithë një trakti riproduktiv femëror, sidomos te qenë të cilët vuajnë shumë nga patologjitë e traktit gjinital. Mjekime pafund, plagë, ç'të të them, gjithçka është le të themi e ngarkuar për sa i përket qenëve dhe masave. Në ditët e sotme, mbajtja e kafshëve në shtëpi është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara kur në fakt nuk i kushtoi shumë rëndësi dhe dashuria që të falnin 4 putroshut. Për shumë arsye si pjesa e antistresit, relaksit, gjallërisë, njerëzit tashmë e kanë bërë pjesë të familjes së tyre një qen ose një mace. Fatmirësisht është rritur edhe ndërgjegjësimi për t'u drejtuar mjekut veteriner që prej ditës së parë kur e marrin kafshën e duke ndjekur gjatë gjithë jetës me përkujdesje e ndihmë mjekësore në rast nevoje. Këtu Kristi tregon edhe ndihmën e parë që mund t'i jepet një kafshë duke bërë që kjo e fundit të rrinë në çdo ambient të shtëpisë pas një problem. Është shtuar mbajtja e kafshëve për shumë arsye, për pjesën e relaksit, për pjesën e antistresit, si dhurata kundrejt fëmijëve, si një le të themi mënyrë që moshat e mesme ose të treta me fëmijë të larguar jashtë të kalojnë pak kohë, të qëndrojnë në gjallëri, të bëjnë disa veprime që kafshës i duhen, nga ana tjetër ata i mban le të themi në gjendje pak të aktivizuar muskulare. Njerëzit sot janë ndërgjegjësuar me thënë të drejtën që në momentin e parë që marrin një kafshë, cili do qoftë burimi nga ku e marrin, gjithmonë kërkojnë të kenë një kontakt me mjekun veteriner. Për të bërë kontrollin e parë, për të parë nëse është e shëndetshme apo jo, dhe më pas për të kryer trajtimet e para profilaktike, trajtimet kundër krimbave të zorëve, kundër parazitëve të jashtëm, vaksinimin, të cilat sigurojnë shëndet jetë gjatë për kafshën, por nga ana tjetër mbrojmë edhe familjen, sepse sikundër dihet ka shumë sëmundje të cilat janë zoonotike dhe mund të transmetohen nga kafsha tek njeriu. Nuk ka asnjëherë vend për alarm, sepse nëse kryen të gjitha trajtimet, mjekimet profilaktike, gjithçka është në rregull, kafsha është e shëndetshme dhe mund të rrijë në çdo ambient të familjes pa pikë problemi. Por kohët e fundit njerëzit janë bërë të ndërgjegjshëm, kujdesen, ju kushtojnë rëndësi dhe në rast se para shumë kohësh kur sëmureshë një kafshë ngrinin supet dhe thoshin që s'kemi ç'bëjmë ose mund të bëni ndonjë tentativë të lehtë për ta mjekuar në kushte shtëpie, në ditët e sotme gjithmonë nuk e lënë pa i bërë shërbimet deri në nivelet përfundimtare.
Klinika e mjekut veteriner Kristi Morava kohët e fundit ka sjellë gjithashtu një risi për qytetin e Korçës, një hotel për kafshët e shoqërimit. Kjo ide të cilën Kristi e ka marrë indirekt nga persona të cilët nuk kishin ku t'i linin qenin apo macen në kohë pushimesh, ka bërë që të krijonte dhoma ku mund të mbaj kafshët në kohën kur familja është larg. Për të zotët e kafshëve, kjo ishte zgjidhja që e kanë pritur prej shumë kohësh e tashmë ndihen të sigurt në lënien e qenit apo maces në duart e vet Kristit. Është pikërisht ai që jo vetëm sigurohet për ushqimin, pastrimin e komoditetin e kafshëve, por edhe kalon kohë me ta duke i shëtitur në oborrin para klinikës, duke mos i lënë të mërziten. Pra, me një fjalë, Kristi bëhet shoku më i mirë i tyre në ato ditë qëndrimi në dhomat e hotelit të kafshëve. E kam nisur klinikën me funksion parsorë mjekim, shtrim dhe hospitalizim dhe kirurgjikal, pra pa futur aksesor ose gjëra të tjera, duke u përshënduar vetëm në mjekësi të mirëfill. Por me kalimin e kohës kishte kërkesë, njerëzit gjithmonë pyesnin se ku mund të linin kafshën e tyre gjatë periudhave ku ata lëviznin, ku mund të ishin me pushime të gjata në verë ose me largime të shkurtra disa ditore. Kështu që le të themi do duhej një vend ku të ishin të mbrojturat brenda një ambienti komod, gjithmonë t'ju ofrohej shërbim nga ana e ushqimit, e pastrimit, e shëtitjeve sepse do duhet dikush i t'i shëtisë, dhe nga ana tjetër, ku më mirë se sa në një klinikë ku është dhe veterineri pranë mund të ofrosh shërbim. Le të themi që është një përgjegjësi e madhe sepse tjetri të beson një pjesëtar të familjes, ata konsiderohen pjesëtar të familjes, me drejta të barabarta, dhe ti ke në ngarkim deri në ditët të cilat i ke programuar për ta mbajtur, duke i ofruar shërbimin, pastrimin, ushqimin, shëtitjet, minimalisht 3 shëtitje në ditë, dhe unë vura në kushte të tilla që duhet krijoja një hotel brenda ambienteve të katët klinikës, me disa dhoma të ndara nga njëra tjetra, të ajrosura, me xham në mënyrë që të kenë akses të shikojnë, plus pastaj është dhe pjesa përveç pjesës së të ndenturës brenda këtyre dhomave, është dhe pjesa ku ata rinë përpara oborrit të klinikës, një pjesë me bar, ku luajnë, ku nxirren shëtitje dhe ju krijojnë gjitha kushtet që mos mërziten. Kuptohet, jo të gjithë kafshët qenë janë të prirur për të qëndruar në një ambient tjetër të huaj, sepse sado që mirë të shërbesh, qëndron në një ambient i huaj për kafshën, por shumica kafshëve janë të mësuara dhe janë të afrueshëm dhe nuk kanë asnjë problemi. Në këto vite shërbimi pranë klinikës kanë qenë shumë të pakta rastet në të cilat nuk është mundur dot të shpëtohet kafsha. Kristi kujton këtu rastin e Lisës, një qen të sëmurë me leshpanjoz, e cila pavarësisht përpjekjeve edhe duke bashkëpunuar me klinika brenda jashtë vendit, nuk mundi t'ja dalë. Kristi shpreh se çdo rast i tillë është mjaft i dhimbshëm, e ndërsa në një pjesë të murit ka vendosur fotot e qenushve dhe maceve që ja kanë dalë me sukses mjekimeve, në anën tjetër do të bëj edhe këndin në kujtim të atyre që nuk kanë mundur dot të jetojnë. Qëllimi kryesor është që mos humbim varësi të kushteve dhe të smundjeve, kuptohet që ka dhe raste të vështira, sikundër dhe në mjekësinë umane. Ka pasur raste që janë me smundje infektive të rënda, sikundër mund të jetë leshmanjoza, por të gjitha rastet të cilat kanë qenë shumë të pakta, domethënë mund t'i numëroj me gishtat e dorës, me sa mbaj mend mund të kenë qenë 3 ose 4, i mbaj mend shumë mirë, dhe madje një ndër to është dhe Lisa, të cilën ka qenë një qen i smur me leshmanjozë dhe nuk arritëm dot ta shpëtonim, u bë përpjekje maksimale, madje edhe duke bërë bashkëpunime midis klinikave në Tiranë, në Greqi, por kuptohet për shkak të lidhjes që kanë njerëzit bën gjithçka. Por që çdo rast është i dhimbshëm, jashtëzakonisht shumë i dhimbshëm, dhe kam planifikuar, kuptohet që në një pjesë të murit të klinikës, përveç gjithë fotove të bukura të cilat janë me kafshët për sukses, një vend do ta kem për kujtim dhe këto kafshë të cilat nuk ja kanë dalë dot me smundjen. Është e dhimbshme sepse sikundër thash tek familjarët dhe tek unë sjellin një ndjesi jo të kënaqshme, jo të mirë, gjithmonë është e dhimbshme, por mjekësia asnjëherë s'është absolute, kështu që ne përpiqemi të bëjmë maksimumin dhe më të mirën, por ka dhe disa raste të cilat janë ekstreme në pjesën e smundjeve. Ndërgjegjësimi për të dhënë kujdesin e duhur mjekësor duhet të jetë nga familja aq e madhe sa vetë dashuria që kanë për 4 putroshët. Janë ata që i sjellin jetës tonë ngjyra, kënaqësi, çlodhje, dashuri të pashtershme, e pikërisht ne duhet të kujdesemi që të kenë një jetë sa më të mirë dhe larg sëmundjeve. Mjeku veteriner Kristi Morava është aty në gatishmëri 24 orë për çdo rast që qeni apo macja juaj ka nevojë për vizitë mjekësore.